kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri e dytë dhe ministri e drejtësisë Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim Fikrim Damka. Ministri i financave Hekuran Murati. Ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlimtare Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinisë Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim Nenad Rashiq. Ministri për zhvillim rajonal Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për mbështetjen tuaj. Shënjestër.net